Shitësit e tregu i grave në Tetov kanë pranuar një njoftim nga Myftynia e Tetovës se brenda një jave duhet ta lirojnë këtë vend. Kjo i ka revoltuar pasi thonë se kanë 30 vjet që shesin këtu dhe me këtë punë mbajnë familjet. Përveç kësaj, afati i dhënë është shumë i shkurtër, pasi kanë investuar në mallin që shesin e tani do t'u ngelet. Kërkojnë nga Myftynia që të gjejnë një zgjidhje ose t'u caktohet ndonjë vend tjetër. Kërkojmë pi Bashkias Fesë Islame urgjentisht në kajnar si ndarësëm, dje në kemë prunë që këtë letër, nesrit më njerë javën gjivin të lirojmë tregun e grave. A unë ati jam të punu familje mbaj që 30 vjetë. Më pak kom bo pages 18.000 euro veç une. Kom pagujt 50 euro mujare, 4 ditë kom punu aty, edhe dhe. Unë e pajtojmë sa është e Bashkias Fesë Islame. Ama shteti si shtet që është, tep një ofertë, 2 muj, 3 muj, edhe të më gjeni një vend tjetër ku të shkoj të punuj. Nuk dim dhe një qytet dhe një vend botës ku s'ka pazar. Edhe me automatizëm shumica e personave në të pazar kanë investu pare në madhë. Kanë letros, të ishim e tesha, materiale, edhe sot t'i vish për javën tjetër do të mshelish, është absurde pa. Nëse në shumicën e objekteve që i kemi në shtëpijat, aty janë gjitha me dyqane. Ato punojnë sa do kudo pak. Edhe tash me një kohë vjen dikush edhe thot tash mbyllet kjo, çfarë do bëhet me strukturën e atij në shtëpia? Kush di paguaj? Kush? Qytet ka 3 grash, i vetmi qytet Djesa Tetova. Ato shtëpiat shkojnë në rreth dyqanit të rreth pazarit, ato për shkak të pazarit punojnë edhe dyqanet. Faktikisht me një plumë vrasin 2 vete. Myftiu i Tetovës Selver Xhemaili pas takimit me shitësit ta se ata do të kenë kohë që deri në gusht të vitit të ardhshëm ta shfrytëzojnë vendin. Sot në bashkëbizetim me pronarët e tezkave, morëm vesh që për një afat kohor derisa të bëjnë shitjen e mallit që kanë, domethënë deri në fund të 8 muaj, ata të cilët kanë tezga funksionale do të funksionojnë, do të shfrytëzojnë, ndërsa pjesën tjetër të tezgave të cilët janë jashtë funksionit, mendojmë t'i largojmë për aty që të lirohet vendi për ndonjë veprimtari tjetër, parking apo diçka tjetër, varësisht prej nevojës që e kërkon vendi edhe koha. Çdo të njëjtën në Tetovë është ditë tregu, në ta shtuquajturën tregu i grave vinë shitës nga e gjithë Maqedonia, po përpos tregut shitësit shesin edhe në rrugë. Kjo shpesh ka hapur debatin nëse duhet lejuar ose jo shitja në rrugë.